Emiratet e Bashkuara Arabe do të përshpejtojnë ndërtimin e një tubacioni të ri nafte për të dyfishuar kapacitetin e tyre të eksportit deri në vitin 2027. Zyra e Medjes e qeverisë në Abu Dhabi njoftoi planet për të zgjeruar aftësinë transportuese, duke anashkaluar ngushticën e Hormuzit. Princi kurorës Abu Dhabit, Sheikh Mohammed bin Zayed, i kërkoi kompanisë kombëtare të naftës që të përshpejtojë projektin e gasjellësit Perëndim Lindje gjatë një takimi të Komitetit Ekzekutiv, që nga shpërthimi i luftës së Iranit, Teherani ka vendosur kufizimin në ngushticë dhe ka bllokuar transportin e naftës. Tubacioni ekzistues i naftës bruto të Abu Dhabit mund të transportojë deri në 1.8 milion fuqi në ditë dhe ka rezultuar thelbësor, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe kërkojnë të maksimizojnë eksportet nga bregu i Gjirit të Omanit. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite janë të vetmin prodhues të gjirit në tubacione që eksportojnë naftë të papërpunuar jashtë ngushticës. Tubacioni i ri i Emirateve të Bashkuara Arabe nuk duhet ngatëruar me tubacionin Lindje Perëndim të Arabisë Saudite, të cilin drejtori ekzekutiv i gigantit shtetëror të naftës Aramco, Amin Nasser, e ka quajtur një lidhje kritike. Kompania shtetërore e Emirateve synon kapacitet prej afro 5 milion fuqish në ditë deri vitin e ardhshëm. Emiratet e Bashkuara Arabe prodhonin pak më pak se 3.4 milion fuqi në ditë në janar para luftës, por prodhimi u përgjysmua pasi mbyllja e ngushticës së Hormuzit e detyroi të kufizonte prodhimin. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë fajsuar Iranin për ndërprerje të përkohshme të ngarkesave të naftës në prill. Emiratet dhe blerësit e naftës kohët e fundit kanë kaluar disa anije cistern përmes ngushticës me gjurmuesit e vendodhjes të fikur për të shmangur sulmet iraniane në një përpjekje për të lëvizur naftën e bllokuar në Gjirin Persik, raportoi Reuters.